Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga mbledhja e kryesisë akuzoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato se është pozicionuar në mbrojtje të qeverisë Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në Bruksel sillet në mënyrë absolute, sikur të jetë ambasadori i Edi Ramës në Bruksel. Kjo nuk është hera e parë që Berisha akuzon diplomatin Gonzato, por këtë herë rikthimi i kritikave erdhi pas raportimit të ambasadorit në grupin e punës për procesin e negociatave në Bruksel në Koela. Sipas Berishës, ambasadori Gonzato u ka deklaruar vendeve anëtare se dosja hetimore për tenderat e Akshit është një problem kulturor i shqiptarëve. Të shpallish Akshin, problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve dhe unë i them atij zotërie se pegmarrja nuk është kulturë e shqiptarëve. Sipas Berishës, në tenderat që janë zhvilluar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit janë përfshirë personat lidhur me kryeministrin Edi Rama. Problemi është se Rama nuk ka një kunat tjetër që të merret në fushën digjitale përveç Armand Frangut. Dhe pikërisht sa është Armani aty, kunati i lindës, aty merren njerëzit peng dhe janë marrë peng. Dhe pengmarrja është kryekëput politike. Përtej debatit për situatën ku ndodhet vendi, kryesia e Partisë Demokratike nisi procesin e zgjedhjeve brenda kësaj force politike. Zgjedhjet për kryetarin e PD-s do të zhvillohen në datën 23 maj, e meqense Sali Berisha ka konfirmuar se do të rikandidojë, nuk pritet ndonjë risi e kjo datë do të shërbejë për të konfirmuar liderin e opozitës Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike në 4 vitet e ardhshme.